të bëjmë atë që është shumë e vështirë në fakt, po që është vetëm ajo që ne mund të bëjmë. Të vazhdojmë përpara. Dhe kam pasur shumë mesazhe, nuk e di se për çfarë arsye, si qysh tek mund ta kem lënë përshtypjen sikur më ka shkuar ndërmend që unë të jap dorëheqje. Kam pas shumë mesazhe. Dhe gjithmonë më shumë, sepse gjithmonë më shumë njerëz ftillohen. Gjithmonë më shumë njerëz shohin që e gjitha kjo është diçka që nuk rri as në qiell as në tokë. Nuk mundet dot asnjë shqiptar i arsyeshëm edhe kur mos na ketë votuar, kur mos na votoi që të pranoj që Tirana të bëhet një territor sfilate për një turm që shkon të bllokojë aeroportin. Dhe unë mendoj që kjo e Odiseut është metafora më e jashtëzakonshme e leadershipit dhe e qeverisjes. Një qeveri nuk ka drejt mbyll veshët. Nuk ndërtohet një shtet si ai që ne po ndërtojmë dhe nuk çohet deri në fund një mision historik si ky që na ra ne ta mbartim për ta bërë Shqipërinë vend antar të Bashkimit Evropian. Duhet i dhënë Shqipërisë momentin e dytë më të madh historik mbas lidhjes Prizrenit, nëse qeveria e tij, grupi i udhëheqës, merr drejtim nga frynera dhe sugjestionohet nga zhurmat, sugjestionohet nga errat, sugjestionohet nga sirenat, sugjestionohet nga dallgët, me çdo çmim. Një grup udhëheqës që ka mision shkon deri në fund, kundër të gjitha llojeve të parashikimeve dhe jo më pastaj kur parashikimet i ka me vete si në rastin tonë.